Në seancën e radhës së rigjykimit në apel të Festim Beçdilit, i akuzuar për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jam Prengës, avokati Ilir Murati ka drejtuar pyetjen bashkë të pandehurve Aldo Majnishta dhe Dritan Rexhepi. SPAK pretendon se Beçdili ka patur një celular enkroçat, por nuk është zbërthyer. Beçdili nga ana e tij pretendon se nuk ka përdorur enkroçat. Avokati thotë se janë zbërthyer komunikimet në Sky ECC dhe Altin Hajri nuk ka komunikime me Festim Beçdilin. Sipas tij, komunikimet e Hajrit janë me të pandehurin Dritan Funiqi, i cili udhëzon që Festim Beçdili të mbyll gojën. Ashtu, avokati kërkon thirrjen e një eksperti që të interpretojë pamjet filmike të paraqitura nga SPAK si provë në proces. Sipas prokurores Elida Kaçkini, avokati po tenton të shmang faktin se Beçdili ka përdorur telefonte enkriptuar në një kohë që ne si prokurori e kemi të provuar se e ka përdorur. Sipas saj, kjo pranohet edhe nga dëshmitarja Enxhi, e cila është lidhje shoqërore e Beçdilit. Sipas SPAK, Beçdili është pjesë e grupit kriminal dhe nuk është gjendur rastësisht në vendin apo kohën e gabuar.